Një tjetër grup që trafikonin armë zjarri është goditur nga policia. Komisariati numër 5 ka arrestuar 2 persona, ndërkohë që një tjetër është shpallur në kërkim. Ata dyshohet se shisnin armë zjarri të grupet e tjera kriminale. Në pranga kanë rënë Bledar Jella dhe Xhemal Shehi, ndërkohë bashkëpunëtori i tyre 29 vjeçar është në kërkim nga uniformat blu. Sipas policisë, këta 3 persona prej kohësh siguronin armë të ndryshme dhe më pas i shisnin në grupet e tjera kriminale në Kamës, por dhe në zonat të ndryshme të Tiranës. Hetuesit kanë arritur që të dokumentojnë 2 raste të tregtimit të pistoletave, ndërkohë që po punohet për zbulimin e rasteve të tjera. Burimet bëjnë me dije se armët shiteshin në treg nga 2.000 deri në 3.000 euro, ndërsa pistoletat ishin të modeleve të reja. Dyshohet se armët e zjarrit ishin futur ilegalisht në vendin tonë përmes Kosovës. Të arrestuarit rezultojnë me precedent të mëparshëm penal për vjedhje. Pas arrestimit, policia sekuestroi 2 armë zjarri, pistoleta dhe municion luftarak që dyshohet se do të shiteshin në kryeqytet. Hetuesi dyshojnë se përveç 3 të rinjve në grupën mund të jenë dhe persona të tjerë të përfshirë.